Rubrika e horoskopit është e përditshme në kanalin ton. Nga na ndiqni, cila shenjë jeni, nëse keni pyetje për shenjën tuaj ose komente, mos hezitoni t'i lini më poshtë në fund të videos. Faleminderit. Horoskopi datë 30 dhjetor 2025, Dashi. Kjo ditë për Dashin shënon një kapitull të ri ku energjia personale, iniciativa dhe vendosmëria vihen në provë, por edhe shpërblehen. Ndiheni të motivuar për të marrë drejtimin e situatave që më parë ju dukeshin të paqarta, veçanërisht në aspektin profesional. Planetet ju nxisin të merrni vendime të guximshme por jo të nxituara, sepse çdo hap i matur tani do të ketë një ndikim afatgjat. Financat pritet të stabilizohen, sidomos nëse keni mësuar nga gabimet e të shkuarës. Në jetën sentimentale, çiftet përballen me nevojën për komunikim dhe për rikthimin e pasionit përmes veprave konkrete dhe jo vetëm fjalëve. Beqarët mund të ndihen të tërhequr nga persona energjik, por duhet të dallojnë mes aventurës së një lidhje me potencial të vërtet dhe një flirti kalimtar. Shëndeti kërkon më shumë kujdes për nivelin e stresit, pasi tensioni mund të ndikojë dhe fizikisht. Demi. Për Demin, kjo fazë karakterizohet nga nevoja për siguri, qëndrueshmëri dhe riorganizim të prioriteteve. Në punë, përkushtimi dhe durimi ju ndihmojnë të ndërtoni themele të forta, edhe pse rezultatet nuk vijnë gjithmonë me një herë. Financat përmirësohen nëse tregoheni realist dhe nuk mbështeteni vetëm te fati, por tek planifikimi i kujdesshëm. Në dashuri, marrëdhëniet ekzistuese kalojnë në një nivel më të thellë, ku besimi dhe përkushtimi marrin rëndësi më të madhe se pasioni i çastit. Beqarët mund të tërhiqen nga persona që ju ofrojnë stabilitet emocional dhe vlera të ngjashme jetësore. Shëndeti është i mirë, por kërkon kujdes me ushqimin dhe ritmin e jetës, pasi tepria mund të ndikojë negativisht në energjinë tuaj. Është një kohë e mirë për të ndërtuar zakone më të shëndetshme dhe për të lidhur me trupin tuaj për nevojat e tij reale. Binjakët. Binjakët hyjnë sot në një periudhë dinamike, ku komunikimi, idetë dhe kontaktet shoqërore luajnë një rol kyç. Në aspektin profesional, aftësia juaj për të përshtatur dhe për të menduar shpejt ju vendos në avantazh, por duhet të shmangni shpërndarjen e energjisë në shumë drejtime njëkohësisht. Financat mund të jenë të paqëndrueshme nëse nuk tregoni disiplinë, ndaj këshillohet të fokusoheni në qëllime konkrete. Në dashuri, dialogu është i hapur dhe ju ndihmon të zgjidhni keqkuptime. Beqarët kanë mundësi të reja njohjesh, sidomos përmes rrjeteve sociale apo udhëtimeve të shkurtra. Shëndeti kërkon më shumë pushim, pasi lodhja nervore mund të shfaqet nëse nuk balanconi aktivitetin me relaksimin. Meditimi, leximi apo ecjet në natyrë do t'ju ndihmojnë të gjeni qetësinë. Gaforja. Për gaforen, sot është një ditë për introspektiv. Ndjenjat, familja dhe siguria emocionale janë në qendër të vëmendjes tuaj. Në punë mund të ndiheni të sfiduar nga ndryshime të papritura, por intuita ju udhëzon drejt zgjedhjeve të duhura. Financat kërkojnë kujdes dhe një planifikim afatgjat, veçanërisht në lidhje me shpenzimet familjare apo për ata që ju rrethojnë. Në dashuri, çiftet do të përjetojnë momente afërsie të thellë emocionale, ndërsa beqarët mund të ndiejnë nostalgji për lidhjet e së kaluarës, por është e rëndësishme të shkëputeni nga to dhe të shikoni përpara. Shëndeti do të lidhet ngushtë me gjendjen tuaj emocionale, prandaj ruajtja e qetësisë dhe mbështetja nga njerëzit e duhur është thelbësore për mirëqenien tuaj. Luani. Luani ndodhet në një fazë ku vetë besimi dhe dëshira për të shkëlqyer rriten ndjeshëm. Në datën 30, në karrierë do të keni mundësi të merrni një rol udhëheqës ose të spikatni për talentin tuaj, por duhet të shmangni konfliktet e panevojshme për autoritet. Financat do të përmirësohen gradualisht, sidomos nëse investoni në aftësitë tuaja. Në dashuri, pasioni është i fortë, por kërkohet shumë mirëkuptim. Çiftet duhet të gjejnë ekuilibrin mes egos dhe bashkëpunimit me partnerin, ndërsa beqarët nga ana tjetër
do të tërheqin vëmendje lehtësisht dhe do të rrezatojnë. Shëndeti është i mirë, por kërkon kujdes për ushqimin dhe energjinë fizike. Gjithashtu nuk duhet ta lodhni zemrën me lodhjen e tepërt. Virgjëresha. Virgjëresha përjeton një periudhë reflektimi dhe përmirësimi të vazhdueshëm. Në punë, përpikmëria dhe analiza do t'ju ndihmojnë të zgjidhni çështje komplekse. Financat do të stabilizohen përmes menaxhimit të kujdesshëm dhe planifikimit afatgjatë. Në aspektin romantik dhe në dashuri, ju kërkoni qartësi dhe sinqeritet sot. Ata që janë në çift do të përjetojnë një konflikt të papritur, por mund ta zgjidhin përmes mirëkuptimit të dyanshëm. Beqarët kanë shanse për njohje të reja në punë ose në një mjedis shoqëror. Shëndeti lidhet ngushtë me rutinën tuaj të përditshme, prandaj është momenti ideal për të përmirësuar zakonet ushqimore, për të rregulluar oraret e gjumit dhe për të gjetur kohë për relaksim. Sa më shumë ekuilibër të krijoni mes mendjes dhe trupit, aq më mirë do të ndiheni. Peshorja. Për peshoren, kjo ditë vjen me nevojën për të rikthyer balancën në marrëdhënie dhe në jetën personale. Në punë, bashkëpunimi dhe diplomacia janë armët tuaja më të forta, duke ju ndihmuar të zgjidhni konflikte apo situata të ndërlikuara pa krijuar tension. Megjithatë, duhet të shmangni hezitimin e tepërt, sepse disa vendime kërkojnë qartësi dhe vendosmëri. Financat kërkojnë planifikim të kujdesshëm, sidomos në lidhje me shpenzimet që janë të lidhura me shtëpinë ose jetën tuaj sociale. Në dashuri, çiftet përjetojnë nevojën për harmoni emocionale dhe mirëkuptim, ndërsa beqarët kanë mundësi të njohin persona që i bëjnë të ndjehen të vlerësuar dhe të dëgjuar. Është një periudhë ku ndjenjat mund të thellohen nëse ekziston sinqeriteti i ndërsjellë. Shëndeti i peshorëve varet nga gjendja e tyre emocionale, prandaj shmangni stresin dhe kërkoni qetësi. Akrepi. Akrepi ndodhet sot në një fazë transformimi. Ndryshimet e brendshme do të reflektohen jashtë jush. Në aspektin profesional, ambicia ju shtyn të kërkoni më shumë, por suksesi vjen vetëm nëse veproni me strategji dhe durim. Financat përmirësohen përmes vendimeve të menduara mirë dhe shmangjes së rreziqeve të panevojshme. Në jetën sentimentale, ndjenjat janë intensive dhe të thella. Çiftet do të përjetojnë një lidhje më të fortë emocionale, por duhet të shmangin kontrollin e tepruar dhe xhelozinë. Beqarët do të tërhiqen nga lidhjet e reja, por duhet të jenë të kujdesshëm të mos humbasin veten në emocione të paqarta. Shëndeti kërkon vëmendje ndaj energjisë, pasi tensioni i brendshëm mund të ndikojë në gjendjen fizike. Praktikat që ndihmojnë çlirimin emocional do të jenë veçanërisht të dobishme për akrepin sot. Shigjetari. Për shigjetarin, dita sjell një periudhë mësimi dhe kërkimit të kuptimit më të thellë të jetës. Në punë mund të hapen mundësi të reja që lidhen me udhëtime, studime ose një projekt ndërkombëtar. Financat janë të qëndrueshme nëse tregoheni realist dhe shmangni bërjen e premtimeve të mëdha. Në dashuri, shigjetari kërkon liri dhe sinqeritet. Çiftet duhet të gjejnë balancën mes pavarësisë personale dhe përkushtimit ndaj partnerit, ndërsa beqarët mund të përjetojnë njohje interesante që nisin fillimisht si thjesht miqësi. Shëndeti do të përmirësohet me aktivitet fizik dhe një qëndrim pozitiv ndaj jetës, por është shumë e rëndësishme të mos neglizhoni pushimin kur keni nevojë. Bricjapi. Sot Bricjapi fokusohet në qëllimet afatgjata dhe ndërtimi i stabilitetit për vitin e ardhshëm. Në karrierë, puna e palodhur do të fillojë të jap frytet e saj, por kërkohet durim dhe këmbgulje. Financat do të përmirësohen gradualisht nëse vazhdoni me të njëjtën disiplinë dhe menaxhim të kujdesshëm të deritanishëm. Në dashuri, Bricjapi kërkon siguri dhe seriozitet. Çiftet do të ndërtojnë plane konkrete për të ardhmen e tyre së bashku
ndërsa beqarët nga ana tjetër do të tërhiqen nga persona që kanë vlera dhe parime të forta. Shëndeti kërkon kujdes veçanërisht ndaj lodhjes kronike të këtyre muajve dhe stresit, duke balancuar punën me pushimin. Ju keni nevojë për të punuar dhe mendime ndryshe, pasi ju ndihmojnë të dalloheni nga të tjerët, por duhet të shmangni shpërndarjen e energjisë. Ujori. Për ujorin, dita shënon një cikël të rëndësishëm ndryshimi, ku idetë, vizioni personal dhe dëshira për pavarësi bëhen më të forta se kurrë. Ndiheni të shtyrë të rishikoni mënyrën se si funksiononi në shoqëri, në punë dhe në marrëdhëniet personale, duke kërkuar më shumë liri, por edhe kuptim më të thellë të rolit tuaj. Në aspektin profesional, mendimi juaj origjinal dhe aftësia për të parë përtej kornizave tradicionale ju ndihmojnë të krijoni mundësi të reja, sidomos në fusha që lidhen me inovacionin, komunikimin ose projekte sociale. Në financa, ujori përballet me nevojën për fleksibilitet dhe strategji afatgjatë. Mund të ketë luhatje të vogla, por ato shërbejnë si mësim për të menaxhuar më mirë burimet. Në dashuri, kërkoni lidhje që respektojnë individualitetin dhe lirinë personale. Shëndeti lidhet me qetësinë nervore dhe nevojën për pushim. Peshqit. Për peshqit, dita është për introspektivitet. Ndjeshmëria, intuita dhe bota e brendshme do të marrin një rol qendror. Sot ndjeni të lidhur me emocionet tuaja në një mënyrë të veçantë dhe keni aftësinë të kuptoni të tjerët, gjë që do t'ju ndihmojë si në jetën profesionale ashtu dhe në atë personale. Në punë, kreativiteti do t'ju ndihmojë, pasi është pika juaj më e fortë, sidomos në fusha që lidhen me shërbimet, shëndetin ose komunikimin. Është e rëndësishme megjithatë të vendosni kufi të qartë, sepse tendenca për t'ju dhënë shumë të tjerëve mund t'ju lodhë emocionalisht. Në aspektin financiar, peshqit duhet të tregohen të organizuar dhe realist. Edhe pse intuita ju ndihmon të merrni vendime, kujdesi ndaj detajeve është i domosdoshëm për të shmangur pasigurinë financiare. Në dashuri, ndjenjat janë të thella dhe shpesh idealiste. Çiftet përjetojnë harmoni dhe beqarët njohje të reja. Për të ndjekur horoskopin e ditës së sotme, shikoni video tona të rubrikës Horoskopi Ditor. Faleminderit që na ndiqni. Bëni like, share dhe subscribe.